2-3 imam, mandej merr edhe tjerët që janë kundër imamit e kështu me radhë. Por brenda grupit ata bashkëjetojnë. Bashkëjetojnë vetë si numra, por nuk bashkëjetojnë ideologjikisht. Bashkëjetojnë si numra. E qartë. Kështu që ai e ka lidhën e ka synim jetësor, e ka me marrë. Synim jetësor. Po, me marrë lidhën me shkrim plotësisht. Për e majtë pushtetin. Sa më të arrijet kjo, zotri Sali? Nuk besoj lidhë kjo, ama nuk është ajo e vitit 2019 që e ka hangër një herë dhe e ka pa si ka psu. Nuk besoj lidhë kjo është e zgjuar dhe për shembull edhe nëse bëhet koalicioni, ka bëni koalicion me shkrim dhe ai që e prish kontraktën me shkrim normalisht del nga koalicioni dhe prishin koalicion. Por nuk besoj që lidhë kjo e hyn tash pa kushte. As lidhë kjo s'ka me hi me kurthin pa gaz amerikan. E ka qartë, e shumë mirë. Prandaj unë shoh zgjedhjen si opsion. Edhe publikisht është thënë që një prej kushteve për një marrëveshje është gazi amerikan. Prandaj unë e shoh opsion vetëm zgjedhjet, nuk ka opsion tjetër. Këto janë lojra për shembull, shef tash. Zvarritje. Kjo me ble kohën, ne kemi një afat 5 tetorit fundit, nëse për shembull ngutemi. Kemi 30 ditë për kuvendin, 60 për president. Po, ashtu. Me zgjedh president. Po kjo nuk ngutet hiç, kjo mundohet për shembull me shty deri diku në vetor. Afati poet. Po, afati poet, ka nisë me rrjedh afati, po kjo mërzitet fare, për shkak ky shkon në Greqi me Papandreon, shokun e Miloševićit, smërzitet fare për këtë punë, kënej rrëmuj gjagja, po kjo smërzitet. Dhe shtyn prapë dhe prapë fiton zgjedhjet. Ky ka fituar zgjedhjet me 47%. Kjo fiton zgjedhjet, ne duhet pranoj këtë punë. I fiton sërish thoni? I fiton sërish, jo me këtë përqindje, po fiton sërish, që të bëni hub në çdo zgjedhje 4-5 deputet, 6 deputet.